Edi Rama me 137 udhëtimet e tij vajtje ardhje me charter në 22 milion euro. Edi Rama duhet t'jap me njëherë dorëheqjen. Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare është kthyer në një nga institucionet që operon jashtë çdo transparence, duke shpërdorur fonde publike përmes tenderave të mbyllur dhe marrëveshjeve të dyfishta. Rasti më i fundit është një tender për strukturat e përkohshme në kuadër të samitit të Komunitetit Publik Evropian që do të mbahet më datën 16 maj në Tiranë. Në 8 prill në sistemin e prokurimeve u shpall një tender me fond limit prej 235 milion lekësh, rreth 2.35 milion euro. Dhe vetëm 2 ditë më vonë në 10 prill, fituesi u shpall kompania Red Cloud me një ofertë prej 2.32 milion eurosh. Procedura u zhvillua përmes dokumentave shkresore pa gara reale dhe pa publikim në buletinin zyrtar nën pretekstin e emergjencës. Tenderi parashikon montimin e disa kontenjereve në sheshin Skënderbej për një ditë të vetme, që do të shërbejë si ambient pune për përfaqësuesit e samitit. Pas përfundimit të aktivitetit, kontenjerët do të çmontohen dhe do t'i rikthehen kompanisë, pra nuk kemi të bëjmë me një shitblerje, por thjesht me një qira për një ditë. Ironikisht, drejtaria kurseu vetëm 30.000 euro nga fondi limit me një ulje minimale prej 1.2%. Ky tender është shembulli më i fundit të një praktike gjithnjë dhe më e hapur në administratën publike, shpenzimi i buxhetit jashtë çdo kontrolli me justifikime të turbuta, ashtu si gjatë pandemisë me kontrata emergjente edhe në sektorin e mbrojtjes me pretekstin e sigurisë kombëtare, dhe ky rast tregon se si fondet publike po menaxhohen në mënyrë të mbyllur, duke ngritur shqetësime serioze për mungesën e llogaridhënies.